para se të vinte Trump në pushtet, përfshinte, mori trajtat e një, domethënë që quhet entangled histories, entangled crisis, të ndërthurura. U ndërtua aleanca ushtarake Iran-Rusi, furnizimet e pandërprera me shahed, logjistika e shërbimeve shahid e shërbime ushtarake ruse GRU në teren që favorizonin Iranin, përfshirja e Trumpit në negociata trilaterale me Rusin dhe Ukrajinën e privon Iranin në kushtet aktuale nga një ndihmë e drejt për drejt ruse, prandaj momenti ishte më i favorshëm për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Nëse Rusia i rikthet ndihmës tradicionale për Iranin, atëherë administrata Trump, që ne përflasim nëpërmjet stilit të thashë Themnajës, flasim në Tiranë, këtu nëpër kafenet e Tiranës, atëherë do të fillojë që dhe Rusin ta trajtojë me një sy tjetër. Prandaj dhe është situata aq e komplikuar dhe përmban disa faseta. Është momenti i favorshëm për Izraelin dhe administratën Trump. Nuk na tesi na prek ne kjo po. Se këtu Jo, ne nuk na prek, ne nuk na prek diçka e tillë pasi konflikti gjithmonë lindjen e mesme zhvillohet brenda. Jemi goditur nga Irani, ja? Po, sulmet kibernetike, po jo ushtarake. Nëse lufta është ajo. Lufta është ajo. Lufta apo jo, klasifikohet lufta, ë? Pjesë e luftës është. Pjesë e luftës. Luftë hibride po është luftë. Do kufizohet në atë që quhet Izrael, Iran, ndoshta Shtetet e Bashkuara, ky do jetë ai. Po quajmë triumvirati luftëtar. Profesor, unë mendoj që nëse si shtot Ledioni, Izraeli është gati të sulmojë edhe me bekimin e Amerikan Iranin, to nuk bëhet fjalë më se do sulmojnë me dron. Nuk do shajë lufta dronëve. Do jetë luft. Dhe po që luft, nuk është se Irani rrezikon vetëm të humbasi një luftë. Ajatollahët do rrezikojnë pushtetin e tyre politik, ata bien menjëherë. Dhe në momentin që ata shikojnë që rrezikohet pushteti i tyre politik brenda, ata do jenë all in. Megjithëse nuk e kanë situatën fort favorshme, të mos harroni gjithë ato lëvizje të brendshme. Mund të jetë lëvizje të shpërimi, favorshme në Iran, po them. Po në Iran. Nuk ka vullnet popullor atje për të mbajtur këtë, ëh. Po pra, këtë po them. Po kur ata të rrezikohet pushteti, ata do t'i hedhin të gjitha, do t'i lënë gjitha kartat apo. Përja është në tavolinë, nuk përjashtohet si mundësi le themi në rastin e luftë të tillë, po unë personalisht nuk e besoj se do arrijmë në atë pikë sepse Irani nuk ka kapacitetin për të bërë një luftë të tillë. Ato raketat shahid nuk i çon me Izraelin dhe me Shtetet e Bashkuara, nuk ka kapacitetin për ta bërë. Izraeli Shtetet e Bashkuara dakord, po si do mbrohemi ne se ne nuk kupton këtu është gjithë problemi. Lufta në radhë parë. Mendon se do të çojnë ke në Manz në një goditje? Jo, nuk e nga unë s'kam mall e Manzës, ata në Manzës vetë qeverisën atje. Unë e kam hallin jashtë Manzës, në kuptimin jashtë kampit të atyre, nuk e kam me ata. Unë e kam që ndodhë me ne. Se duket si shaka, po nuk është shaka, sepse kam përshtypjen me Ledion, nëse flitet për një konflikt të armatosur, Iran, Izrael, bëhet fjalë për një konflikt. Vërtet, nuk kam nga ata dronet që lëshojnë fishek zjarre mbi Tel Aviv. Nuk kam paralajmërim që thonë që do godas në orën 2 për shkak. Okej, apo jo, do jetë all in. Shqipëria është në tavolinë pa diskutim fakti që ka një organizat këtu në Shqipëri që e strehon dhe Irani ka goditur shef fjetur. Po shef fjetur, po jemi për Iranin çdo organizat nuk ka rëndësi. Edhe ne, edhe qeveria shqiptare goditi me ndërhyrjet që bëri. E izoloi dhe sigurisht e frenoi, i mori gjitha mundësitë e komunikimit, pra, që është një qëndrim ekuilibrus nga pikpamja politike dhe diplomatike që bëri. Në rastin e luftës me Izraelin kam përshtypjen se Shqipëria do jetë objektivi i fundit në këtë rast. Se do jetë Izraeli, do jenë bazat amerikane në lindjen mesme, të cilat dhe ato e ka të vështirë. Ne pam kur u vra Qasim Suleimani. Çfarë bëri Irani kur u vra Qasim Suleimani? Praktikisht asgjë. Sulmoi një bazë amerikane, por e sulmoi me paralajmërim. Ta do ju sulmojmë këtë orë. Pra, i largojnë ushtarët, shuan disa u plagosën duket lehtë 1, 2 apo 3 marinës amerikan, doli presidenti Trump tha u plagosën lehtë, ai s'okej, s'ka problem, ta gjë e mbaroi. Kapacitetet nuk janë kaq të mëdha sa duken. Pra, në lehtë kapacitetet e Iranit janë shumë të vogla se sa. Unë thjesht i ndruhem janë gjërat që duken, po janë gjërat që s'duken. Të gjërat që s'duken më kanë prikun. Dhe në përballjen që ka pasur me Izraelin është treguar dobësia e Iranit. Sulmi që ka bërë Izraeli në 26 shtator për shkak ndaj Iranit ka qenë sulmi më i sofistikuar që ka parë lindje e mesme. Pra vetëm në një natë Izraeli ka eliminuar gjithë mbrojtjen ajrore të Iranit. Pra nuk kanë kapacitete të tilla që të ketë Irani të godasë dhe Shqipërinë apo edhe Ballkanin kanë përshtypjen. Kështu që fokusi kryesor në atë rast është Iranit godasi. Ajo do ishte një luftë me NATO-n dhe nuk do ishte pa problemi shumë i madh sa lufta. Atëherë ka Rusin.